Kontributi i Hafiz Ibrahim Dalliut në gjuhën shqipe. Në vitin 1901, në moshën 18 vjeçare, Hafiz Ibrahim Dalliu u bë mësues në shkollën e parë shqipe në Tiranë. Në vitin 1908, ndihmoi në hapjen e shkollës së parë për vajza në Tiranë, prej së cilës dolën edhe mësueset e para. Mori pjesë si delegat i Tiranës në Kongresin e Elbasanit, ku u vendos hapja e shkollës normale. U emërua mësues në këtë institucion. Ishte një nga arsimtarët, publicistët dhe shkrimtarët më të shquar të kohës, me kontribut të madh në gjuhën shqipe dhe të letërsisë. 1918-1924 drejtoi gazetën Dajti dhe botoi veprat Grencat e kuqe 1918 dhe Dokrat e hinit 1920, duke u bërë ndër poetët e parë satirik shqiptar. Shkroi elegjin për Avni Rustemin dhe gjatë kësaj periudhe numërohen rreth 15 veprat e tij. Kontributi më i madh i tij ishte në islamistik, mbi 10.000 faqe me përmbajtje fetare. Vepra e tij më rëndësishme është tefsiri shqip i Kuranit, në 2 vëllime i përkthyer nga arabishtja. Pas vendosjes së regjimit komunist, doshkrimet dhe biblioteka e tij u sekuestruan dhe u dërguan në arkivin shtetëror, ku një pjesë e madhe mbetet ende pa u botuar.